është Orizi zier. Orizi zier. Ka marrë në dorë orizin e zier dhe gati për të bërë qifqit me mondëm. Tani më ndishni dhe më shikoni. Dhe do habiteni çfarë kam për të bërë unë. Mund ta sa vjet ke që gatuar? Kam 7 vjet e kodra. 7 vjet e kodra? Po më përpara në shtëpi? Jo, para s'kam gatuar. Në shtëpi normal, po. Kam një djalë pas kamerave që nuk e tregojmë tani, I cili më tregoi që gjyshja e vet ka bërë qifqit e jashtëzakonshme. E vërtet? Gjyshet ja mësuan nuseve, nuset ja mësuan vajzave, kështu vazhdoi shtëpi pas shtëpie, derisa erdhi në çdo restoran. Tani qifqit janë atraksion turistik I Gjirokastrës. Po si bëhen? Jo si ti bëni në shtëpi, se mbase në shtëpi bëhen në shtëpi, për shembull unë të dua ti bëj di. Po jo, se to ti kanë të veçantë që do ma tregosh pastaj. Gjithsesi tregoj procesin në njëherë. Ky orizi është I zier. Ti e ke zier. Orizi thjesht, nuk ka ndonjë, shëndet. Orizi zier, djathin. Djathi duhet tjetë dele dhije apo s'ka rëndësi. S'ka problem. Djath Gjirokastra. Shumë jep shije. Djath Gjirokastra nuk ka asgjë kundi dhe kjo është e sigurt, ja thot njëri që shijon djathin. Edhe ushqim. I hedhin pak krip, djosmo. Po fal, djosmo se ka marrë vesh asnjëherë. E ngatroj merigonin. Është menexhiku që thonë. Si thon? Menexhik. Jo, merigoni nuk ngatrohet, po ngatroj me një tjetër që ajo pa. Kjo është djosma. Po. Okej. Djosma është për qofte kryesisht. Qofte i hen dhe rigon dhe djosmo. Po qifqia ka vetëm djosmo. Jo rigon. Kujdes jo rigon. Dhe piperin dhe sigurisht vezët. Dhe vezët. Po, vezë pas ke goxha. 1, 2, 3, 4, 5. Po për sa kokra qifqi? Për sa copë? Po, për 1 kilo riz me prafërsi janë 8 kokra vezë. Sepse dhe vezët janë të macëve të ndryshme. 5 vezë ke marrë ti. Domethënë sa qifqi më dalin mua mbasi të mbaroj? Po këtu kemi një gjysmë kilo riz. Thjesht ta shohim. Okej. E shohim. Vazhdo ti. Unë vetëm llafe kam. Punën e bën ti. I përzihen. Po, I përzihen të tëra. Tërvojmë djathin. Do me thënë, këto janë qofte orizi. Po. S'kan mish. Jo. Fare. Thjesht qofte vegetariane. Qofte vegetariane. E shikon? Qofte me oriz. E shikoni Gjirokastra ka qenë vegetariane që në kryet e erës. Tani unë gjërat po jedh me sy. Me sy se për të shpëcuar syri, 7 vjet të kodra. Ja, te tregojmë me kameras, dhe na e shikon kamera që po bëjmë, se mos kujtoni që e kemi gati, se kemi, tani po e bëjmë. Thjesht e përzihen. Po, të venë tëra gjërat bashkë, të bëhet një masë një. Nuk është e ka dhënë një frulator, sepse unë se kam ndjer orizin. Unë se shoh orizin në fund, duket se nuk e shoh. Apo jo, thjesht me dorë ajo shtype. Po, vetëm me dorë. Që do të thotë që orizi duhet të jetë zier mirë. Po. Sepse një valë po merr aty. Mund ta ti Gjirokastrita? Po. Nga çeka pasarit? Nga Palortoja. Nga Palortoja, ti çeka tamam Gjirokastrita. Vazhdo, ne jemi në dispozicionin tënd. A tani po I bën gati? Po. Po, një sekundë, se kjo është e bukur. Ky është momenti më I bukur. Atëherë të lutemi, bëj gati si ke si qofte, që pastaj ti çojmë bashkë te tigani, se tigani është pjesë e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. E kam gabim? Jo. Atëherë, tigani është veprarti, tigani qifqive. Është krijim më vete, bëhet nga zanatçin më të mirë të Gjirokastrës. E kanë vetëm në Gjirokastër. Apo jo? Po. Unë ditë të bukura në emisionin e parë thash kam tigan qifqish në shtëpi dhe vjera ime u habit tha, ke ti tigan qifqish, ajo është Gjirokastrite. Unë gatrova me atë tiganin e gështenjave. Se ka që kishte vrima. Po kjo nuk ka lidhje, kjo nuk ka vrima, kjo ka vendin që vjet qifqia. Ju do shikoni, është realisht vepër arti. Tigani qifqive vërtet, se jo çdo tigan bëhet, është me bakër, është I veçantë, është trashëgohet nga vjerat e nusja apo te vajza, nga vajzat e vajzës, e kështu vjen me radhë. Është pjesë e pajës I Gjirokastrës. I marrim atëherë në këto dhe I vëmë te vendi? Po. Ky është tigani atëherë, ky është tigani I famshëm. Ky tigani Kodrës sa koka? Këto e kanë patur familja Kodra. Ka qenë e familjes Kodra. Po. E shikon sa I vjetër është, nuk është tigan që ja e ke shtëpia. Nuk besoj se shiten në vazhdojmë bëhen këtu tiganët? Po, kanë. Bëjnë tigan qifqish. Atëherë mos haro kur të vish në Gjirokastër dhe po të bësh tigan, po të bësh qifqit në shtëpi,
Merë një tigan qifqisht, ta do që vaj, në vazhdo ti. Që mo ka pas frika vaj, kërcej kur e shop. Më dhënë t'jem mush me vaj këtë. Po. Më mirë, të qofte ka një ndyrë të madhe. Ka shumë se njëherë ja të sa për të marrë faqe janë. Nuk është se do qëndrojnë shumë. Se sa? Nuk kuqen 2 minuta dhe nga... E lë pak fare. Po. Po mirë, Se orizi është i bërë, veza... Po vaj ke edhur shumë. Se duhet ka shumë vaj? Vaj duhet jetë normal që të fiqen nga Që të mbulojë të gjithën. A nuk e këthen më ti? E lë komplet? E këthen, do e këthesh, okej. Sa pyetje? Këto pyetje bën vetëm njëri që si të bëj qofte fare. Ka dhe njerëz të tillë, e kupton besoj. Si ka mrekullie. Kjo që po shikon, nuk është qofte, është vepër arti, është qipsi Gjirokastra, është unike, është e jashtëzakonshme. Kur kishte Hotel Kodra, unë këtë kam provuar prandaj erdha këtu. U ma du mundja bëhet në shumë vende, edhe pse na thonë që këtu janë më të mirat, i bën monda. Po, nuk e di, mbas të ngurin veten. Duhet të ketë më të tjera. O sa të lezetshme. Dhe ti do marri vetëm një faqe, e kthen e heq. Janë 3 gati. Do me thonë sa minuta e mban? Po 3-4 minuta. 3-4 minuta e mban. Mu 20 minuta kam gjithë emisionin, po nesër, dorim. Kini parasysh edhe këtë, soba tjetë për të qënë, në duhet sobe mirë, edhe në shtëpi. Ati e pas ke me gaz. I porosisin shumë, i kërkojnë qifqit shumë. Qifqit tradicionale të shkojnë. Tradicionale të shkojnë shumë. Se çdo njeri kur vetëm që të duaj. Tani, ke koti që ta bësh këtë gjën sa herë të kërkon njëri apo e bën të gatshme, si ja bën? I bëjmë pak të gatshme, po varet, do të thonë fundjavë tani në dimër që ka shumë punë. Normal i bëjmë pak më përpara. Se në dimër ka shumë punë, pra. Në fundjavë. Në fundjavë, po, në fundjavë. Ti i bën gjatë javës dhe në fundjavë i ke gati, i ke në frigorifer? Jo, më fal. I bëjmë në mëngjes, që të jenë të freskëta për të ditën. I bën në mëngjes. Sepse nuk din sa do ketë, punë të Kodra ka shumë, kështu që plot qofshi. Dhe i pëlqen, hyn të gjëra të njerëzve dhe pëlqejnë. E kanë ide edhe nga vetë emri. Po. Po pse ka emër kështu? Pse është ky emër vërtet? Si është tradita? Se njëri që është vegetariane është një gjë që më bën shumë përshtypje. Më pëlqen. Duke qenë se unë shijoj mungesën e mishit. Po edhe se kam ide. Pse vjen? Po më nuk e pyetur një çik ti? E ke pyetur gjysha? E ke pyetur gjysha? E ke pyetur gjysha pse quhen çiftçi? Jo. Pare? Nuk e di dhe gjyshja. Asnjë nuk e di. Po çfarë bëhet kjo? Han një ushqim të mrekullueshëm që nuk e dim origjinën. Ka të ngjarë të jetë turk. Megjithatë nuk e dim. Neve na pëlqen të themi është Gjirokastrit. Kështu na pëlqen të themi. Thjesht merr faqe. E kthe. Më ti thua që vaj, nuk fit shumë vaj kjo, se mua po më duket. Ti kthej, ë? Ti është ti kthej. Po. E kap komplet se mos e prish. S'ka problem, dhe po prish. Tamam. Ne për të mësuar kemi ardhur. Kam shumë qef. Më pëlqen shumë, po nuk është se më jepet. Turpi madh ta themi. Se në fakt gatimi është nga gjërat më të bukura. Është përveç se është qef, tash aty gatuan vetë, ndihesh mirë, është pasion, është e bukur. Po çfarë do po na marrin burrat? Burrat e kanë më shumë qef. Jo se kanë më shumë qef, po nuk e di çfarë kanë. Është e vërtet ka plas xhelozia me burrat. Do sa kanë durimin. Gratë në vjasin i pak. Ose dhe gratë ti bëjmë të tëra gjërat. Po, ta derdha gjithë vaj. Kaj. Pa këtu të gatu e unë pe Kodra, do kështë ngjetë pa ngram njerëzit. Jo, e mëson njeri. Skaqë. Nuk u dogja, po rrugës isha. Do me thënë, kur i bëj unë qifqit, parafetrov ti që po më shikon. Praktikisht kjo quhet e bërë. Po. Gati. Bëmë në qika? Po. Ja, e pëtë e këvaj këti. Ja, ndërkohë që ti të bënë ato, ja qit. Në shikon si janë. Po këto nuk janë kështu, ti duhet i bësh në një tigan për t'i ngrënë si i bëni. Do t'jep një tigan që t'i shijoj tamam si
ma nxirr, t'i vëm te tigani, edhe një pirun, që t'i vë tamam si që bëni ju për t'i shërbyer, si që shërbeni ju. O, sa bukur. Tani djosma është për të hedhur si për t'ja, si për? Ja edhe djosmën. T'ja hedh kështu, s'ka problem? Ju bëf të mirë. Sa i bukur. Qa mrekullie. Qipqit e Gjirokastrës. Tani ta marrë me këtë unë. Se u marrë fare pirun, po e marrë në dorë, ja, se kënde ishte për parse, që ta shioj si zonjë. Ta shioj tamam, dhe t'ulem atje të dritarja e kodrës, të t'ha qipqit. I mbaruam qipqit e Gjirokastrës. I mbaruam së bërë, jo së përlari. Tani fillon ngrënja. Janë 4, të tigani vetë, të tigani me cilat serviren. Kush ka qenë në Gjirokastrës dhe nuk e ka provuar qipqit dhe të servira në këtë mënyrë, të mos më thotë që ka qenë në Gjirokastër. Në Gjirokastër, qipqit i ha vetëm kështu, si do t'i ha unë tani. Ja kështu. Çfarë të hash? Ja erdhëm, janë mbaruar qipqit, tani ta dhëm prap nga e para për parse. Gjysha ime i thoshte fut, gjysha ime ishte nga Berati. Edhe me qënë se qipqit i përlava të gjitha, me s'te të tha gjysha jote, shoqërojnë qipqit. Me raki ose me verë? Ba, ja, si kur ta dia, ka marrë verë. Ka marrë verë, po pas qipqive, sepse kështu i përlava në të thatë, aty